Mirëmbrëma Tetov. Përveç Zotit nuk ka shi e nuk ka borë që ndalë Vlenin të marshoj në qendër të qytetit sonte. Jemi shumë këtu, jemi shumë më shumë gjithandej, me një zemër dhe të gjithë me një zë. Përshëndetje të ngrohta nga Tetova, qyteti ynë krenar, për ata të cilët na përcjellin nga shtëpia dhe nga diaspora jonë e dashur, njerëzve të cilëve ju re fort zemra për vendlindjen e tyre. Të nderuar shefa të shtabeve lokale, i nderuar shefi i shtabit Vlenit, zotria Adnan Azizi, të nderuara gra nga forumi i gruas, shumë e dashura rini, ky zjarr që nuk shuhet kurrë. Të nderuar kandidat për kryetar komunash dhe kryetar të ardhshëm, nga Struga e deri në Likov, dhe ti shumë i dashur kryetari tanishëm dhe i ardhshëm i Tetovës, Bilal Kasami. Për vite me radh ky qytet u keq përdor e u mashtrua. U lan rrugët pa ndriçim, qytetarët pa zë, e rinia pa shpresë. Ata që e morën votën me premtime e haruan këtë qytet sa po përfundonin zgjedhjet. Na e lanë Tetovën të zhytur në borxhe, në ndotje, në kaos urban e në kaos administrativ. U përpoqën ta thyen shpirtin e këtij qyteti, por harua një gjë. Tetova kur nuk përkulet, Tetova nuk nënshtrohet, sepse kur gjithçka duke i humbur, erdhi një njeri nga mesu ynë, një njeri i cili foli pak, por bëri shumë punë. Ai është Bilal Kasami. I vetëdijshëm se po merrte mbi supe një barë të rëndë, një komunë të shkatruar, një sistem të kalbur, një qytet të lodhur nga padrejtësitë. Ai nuk u ankua, ju përvesh punës dhe në vend të propagandës solli rezultate. Në vend të heshtjes, solli transparencë, solli të vërtetën, solli atë të cilën e pritshim, solli ndryshimin. Pas shumë vitesh, qyteti u gjallërua, shpirti dhe ju kthie hija. Sot Tetova ka zë, sot Tetova ka vizion, Tetova ka dinjitet dhe për herë të parë, pas shumë kohësh, ka udhëhecje e cila i shërben popullit dhe jo pushtetit. Prandaj sonte nga kjo Tetovë që është zgjuar, që është gjallëruar, që po ecën me kokën lart, ju bëj thirrje të gjithëve të mos ndaleni në asnjë moment, të mos kthehemi kurrë më mbrapa, të mos ja lë më asnjëherë atyre të cilën e lanë Tetovën në baltë të vendosim për fatin tonë. Të diellën me 19 tetor ne zgjedhim nëse do të ecim përpara apo do të kthehemi në cilën në të cilën ishim. Ne zgjedhim nëse do të kemi institucione të cilët do ju shërbejnë njerëzve apo atyre të cilët zhvatën çdo gjë nga Tetova. Dhe ne kemi bërë zgjedhjen. Tetova ka zgjedhur punën dhe jo fjalët, ka zgjedhur ndershmërinë dhe jo mashtrimin. Ka zgjedhur Bilal Kasami, njeriu që ja ktheu nderin, ja ktheu krenarin këtij qyteti. Falënderit të gjithëve që për skaj kësaj kohe keni ndarë kohë dhe jeni këtu sonte me përkushtim për punën të cilën e keni bërë dhe deri tani për besimin të cilin na e keni dhënë dhe që më 19 tetor atë besim do e shndrojmë në fitore. Falënderit rinisë e cila nuk ndalet, falënderit grave të cilët janë shtylla e çdo ndryshimi, falënderit diasporës e cila edhe nga larg është gjithmonë afër nesh, falënderit Tetov për qëndresën, për durimin dhe për guximin. Nuk mund të ri pa i përmendur të gjithë vendbanimet të cilët kanë dhënë kontribut për këtë muaj deri në sonte që ky tubim të ketë kaq pjesëmarrje masovike. Falënderit Gjepçishti, falënderit Poroj, Gjerma, Drenoveci, Cetiska Pomigjeni, Qarshia Epërme, falënderit Sahat Mahalla, Gamgam, Shaip Kamberi, Qendra, Tetex1, Tetex2, Teqe, Lagja e studentëve, Reqitse vogël e Reqitse madhe,
Saraqin, Falisht, Bregu i Diellit, Fshatrat, Selc, Vic, Lac, Gajre, Eliset, Shqipkovic, Bozovc, Brodec e Veshall. Ju falënderit të gjithëve, ju ftoj të diellën të gjithë bashk, me një zë për Tetovën, me një zë për të ardhmen, për vlenin, për fitoren, për numrin 7. Të dalim gjithë zbashku dhe me 19 tetor do të festojmë këtu në fitoren e madhe për herë të parë të vlenit, nga Likova e deri në Struk. Falënderit e qofsh shifa që bartë, shifemi në natën e fitores, pikërisht këtu në këtë vend. Falënderit gjithëve.